me French. Përshëndetje. Mirë se vini në Top Albania Radio. Mirë se na vjen Bernard Hulme. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje publikut, faleminderit për ftesën. Si të duket që je rikthyer në Top Albania Radio pas një viti, mos Pas një viti, nuk më besohet. Në Pardon My French. Pikërisht. Thuaje çik me fleks anglisht, të lutem. Më kishte after a whole year. Pardon my friend. Pëlqen British? Wow. Lore tani. Fucking hell, mate. Oh, yeah, you've got the accent. E ka fiksim Londrën. Si e njerë? Si kanë shkuar gjërat? Shumë mirë, çdo gjë është mirë. Jam si molla. Aty ku duhet, në fakt, Si edhe rrushi më muzika. Më mirë si molla se rri larg doktorit tonë. Kur sot Bernardi falenderoj edhe publikun, edhe është kënaqësi të rikthehemi, ka edhe për ata të digital, se ne tashmë jemi Radio TV. Pra, jemi live në kanalin 10 në digital, në Pardon My French, dhe sot, siç e kuptuat, kemi një ndër personazhet më të spikatur të edicionit të kaluar, i cili përveç se një super djalë, është edhe një super artist, dhe së fundmi sapo ka publikuar këngën e tij më të re. Ne do të flasim, do të bëjmë biseda, sigurisht do përmendim një çik Big Bernard, se nuk na rrihet. Pa përmendur Big, jo. Nuk largohemi dot. E rëndësishme është që frymëzimi nuk të ka munguar gjatë gjithë këtij viti, edhe ti ke punuar fort për të sjellë projekte të reja, po bëhet gati një EP me sa di, kështu që mund ta flasësh dhe vetë këtë pjesë. Po, shumë e vërtet. Për mua falënderimet gjithmonë duhet të fillojnë me Top Channel. Për të vetëm arsye sepse unë arrita që t'i merrja më të mirën Bigut, edhe për këtë gjë jam edhe besoj që e kam shprehur aq herë sa duhet, sa mirënjohës që jam. Çfarë pikërisht i morën Bigut për audiencën? Morën ndonjë nga jashtëkat atje me vete. Mirë do ishte. Se flihej mirë. Se ka ca vipa që realisht pendon nga Bigu. Që hyn apo që dolen? Që hyn edhe që dolen. Po, pendohem që dola, po vetëm aq. Ka qenë një nga lëvizjet e mia më të rëndësishme të jetës në lidhje me gjithë talentet që un kam pas brenda vetes për shumë vite, dhe për mos një arsye një tjetër kanë qenë të limituara. Dhe Bigu më dha atë mundësinë e një platforme që asnjë program tjetër televiziv nuk ta jep, sepse është një reality show. Dhe i mora më të mirën sepse pikë pari doja të dilja shumë i hapur me publikun, transparent. Absolutisht, doja të isha vetvetja, megjithëse ishte jo gjithmonë e mundur që unë ta mbaja të vetveten aty ku duhej. Në kontroll mbi të gjitha. Por më dha mundësinë që të ndaj gjithçka me të gjithë publikun, që mendoj se duhet të ndihmonte kudo atje në lidhje me linjën e jetës time, po duke qenë pikëpari edhe një baba shembullor, dhe një artist që ka muzikën shumë pasion, edhe së shpejti një shkrimtar. Edhe shkrime. Po, çfarë do të kemi tek pjesa e të shkruarit? Ke ndërmend të bësh një biografi apo? Atë nuk mund ta dërgoj dot. Për momentin, po bëhet gati një libër, po. Libri është mbaruar. Është duke u edituar në të dyja gjuhët. Ka qenë një projekt 10 vjeçar, dhe kam shkruar njëkohësisht në të dy gjuhët. Sepse kur ti e ke diçka aq të shtrenjtë, sa libri është për mua, nuk do doja që t'ja jepja dikujt tjetër, sa do të përpiqej ta shkruante historinë. Absolutisht, nuk do përkthej dot në një mënyrë që të përcjellet të njëjtat emocione. Dhe ndryshimi i gjuhës e ka atë gjë, kështu që u detyrova ta bëja në atë mënyrë, dhe jam shumë i kënaqur në lidhje me këtë. Por ishte pikërisht platforma e Big Brother që më dha atë forcën e motivimit, edhe atë zjarrin nga brenda që duhet të mbaroj gjitha këto projekte, dua të dal aty
ku publiku mund të ketë edhe sikur 10% interes. Nice. Je një nga njerëzit që un po kam takuar që je shumë i qetë. Në mënyrën si flet, në të shpjeguarit të mendimeve. Se nuk jeton në Shqipëri. Po kështu ke qenë edhe në Big Brother, me sa mbaj mend unë. Mendon se të ka penguar kjo gjëja te gjithë ai rrugtimi jot në Big Brother, që ishe shumë i qetë? Jo, nuk mendoj që më ka penguar. Unë kam arritur të tregoj vetveten. Dua të bëj një gjë shumë të qartë, që jam shumë koshient ndaj faktit, siç shumë njerëz, që Big Brother është një reality show që piksënimin e ka të jetë argëtues për publikun. Dhe në momentin që diçka për një arsye ose për një tjetër nuk është më argëtuese, nuk do të thotë që publiku për ty ka humbur respektin ose nuk të vlerëson ato aspekte tjera, por thjesht mbaron të qenurit argëtues. Sot do të flasim po ashtu edhe për muzikën, se fundmi ti ke besuar një produksion tëndin Klajdi Musabelliut, se po kisha frikën mos I thoja prap Klajdi Aruni, se kur e kishim në studio I thash kështu. Dhe kënga titullohet Ajo, kishte një beat shumë interesant, edhe njerëzit që pan klipin u ma gjepsën, duke mos ditur që pjesa më e madhe ishte ai. Kuptohet, a Niko? Po ka disa që thonë sa e bukur kjo Golca. Na trego pak kur e ke krijuar ti këtë këngë, edhe pse vendose t'ja besoje Klajdit pikërisht edhe vokalit të tij. Edhe sa lek le me catering me Klajdin. Ha shumë qoftë. Ha shumë qoftë. Ky ishte një nga projektet e një albumi që unë krijova pas daljes së Bigut. Kuptohet edhe kërkoj shumë ndjes të gjithë fanseve, ato pak dhe sakt që I kam, sepse kalova një periudhë që I dedikova shumë punës, u futa shumë thellë muzikës dhe produktimit të një albumi që tash I kam mbaruar. Është një album që është I përbërë nga disa këngë në anglisht dhe disa në shqip. Një nga këngët shqip ishte Ajo, por unë fillimisht me thënë drejtën e quajta emri saj. Por pasi fola me Klajdin, ra shumë dakord që më shumë I përshtatet ajo. Kështu që sonte ajo s'vjen, po jam unë këtu që t'ju jap më shumë detaje. Projekti ka qenë diçka që nuk e di, Klajdi ishte I vetmi person që unë po ndërtoja këngën në çdo sekondë dhe në çdo hap të saj, dhe ishte I vetmi person që mendoja në lidhje me aftësitë që Klajdi ka vokale për ta kënduar si artist. Dhe me thënë drejtën ja dhash një demo dhe mori shumë kohë që të mendohej. Një vit. Jo një vit, në nëntor ishte kur unë Ky nëntor. Po, nëntor që kaloi, 25, dhe më në fund ra dakord dhe tha që do ta përshtas, do të bëj edhe unë një demo dhe më thuaj si. Aty pastaj u sigurova që vërtet pas kam vesh për të përshtatur artistin dhe vokalin me muzikën që unë produktoj. Dhe siç e pat, është bukur shumë. Në top list është në vendin e 4 dhe me thënë të drejtën sapo ka hyrë aty dhe është pozicionuar shumë mirë. Ne do ta dëgjojmë pas publicitetit këngën Ajo, ndërkohë ju e dini është fiks orari I reklamave. Publicitet. Top Radio TV. Qa tha Klajdi? Po, është e dashura ime, tha. Jo, më tha që është një modele dhe gjithashtu më tha që mos ta ngatarosh me atë personin e parë të videos ti para shumë. Ndërkohë andi nga regjia më than Lej Kraja, është kjo Golca? Sa I prekur për mirë. Sa qef. Shumë faleminderit që më ndriçove videoklipin. Ndërkohë vërtet kënga është shumë e bukur, ne teksa po e dëgjonim, po flisnim me njëri tjetrin që ka një shumë vibe vere, clubbing, ato partit e pasdites me perëndim dielli. Çfarë të frymëzon Bernard? Apo je I futur në atë studion tënde dhe pastaj të merr
Vala, s'ka rëndësi Stina për cilën do shkruash. Si artist Stina për ty duhet të ketë rëndësi sepse ashtu ti e bën publikun më shumë për vete. Gjatë ndërtimit të albumit, një EP ja dedikova festivaleve të dimrit, që janë pak një genre pak më ndryshe, më shpejt, më festivale, dhe pastaj kuptova që ti do krijosh diçka në pranverë me zgjimin e luleve, njerëzve të kohës, pak më soft, muzika jo aq. Kështu që do ta shpresësh pak dhe derisa kalon në verë, që kuptohet rryma e deep house, siç është edhe kënga ajo, është ajo që preferohet më shumë. A është e vërtetë Bernard që një artist duhet të jetë i mërzitur ose duke vuajtur që të krijojë një perlë? Shumë e vërtetë. Domethënë çdo gjë që un kam krijuar deri më sot, fokusi më i madh ka qenë gjatë historisë që ajo këngë do përcjelli tek publiku, as pak aq shumë tek muzika ose tek stili i muzikës. Por edhe si personazh, un jam një personazh i tillë kur dhe flas dhe shkruaj, gjithmonë jam duke treguar një histori, duke pritur dhe duke shpresuar që njerëzit mund të lidhen me atë histori. Mund të gjejnë vetveten. I përjeton. Po, patjetër. Çfarë shenjë ishte ti Bernard? Britsja. I punës, çenke i lejë. Gjithçesia që flet avash, sa the artikuluar çdo fjalë, s'do asnjë gabim të ketë. Prandaj po pyesja. Ti ke artist të preferuar Bernard? Artist e preferuar, një artist është një pyetje shumë e vështirë, por në lidhje me rrymën që unë praktikoj, kuptohet që artistët e mi të preferuar janë Calvin Harris, David Guetta, pak shumë ato janë artistët që unë jo frymëzohem nga, po mund të dëgjoj më shumë muzikë prej tyre. Po këtu në Shqipëri ke ndonjë? Ka Rozana Radin. DJ Rozi. E thash para. Po, tani po më bëni që të nxjerr sekrete. Po, jemi te Rozi dhe pardon my French. Jemi te Rozi dhe përmenda unë, jo ti. A ka një projekt që keni diskutuar brenda shtëpisë që do bëni diçka së bashku? Ti në fakt e ke bërë një variant, një remix të një prej këngëve të Rozit, po a ka diçka më konkrete që mund të presim në vazhdim? Okej, pra po e them. Për momentin jemi duke ndërtuar një projekt shumë të madh, shumë të bukur, por që fatkeqësisht për publikun do duhet pak kohë. Dhe do prisni edhe pak. Pas remixit vetja ime, Rozana e pëlqeu pa mas, plus që un kam një nga projektet e mia anglisht, që gjithashtu është shumë e shtrenjtë për mua, dhe mendoj që i vetmi artist që do ketë kollë që ta përkthej atë dhe ta përshtasin në Shqip është vetëm Rozana. Kështu që pak a shumë 2 projekte, po njëra për atyre do jetë një bashkëpunim ku unë do kem nderin më të madh në botë, të jem producenti. Po për në të 4 do bësh një këngë? Po, pardon my French. Në fakt si Pardon my French. Okej, mund ta bëj. Unë jam një raper shumë i mirë, pa çka se s'duket. E kemi dhe komedian, pa çka se nuk duket. Edhe unë jam këngëtare shumë e mirë, pa çka se duket. Unë do bëj vetëm të bukurin në klip, ose unë do vishem, nuk dua. Ky s'duket fare pastaj. Ky që është i bukur s'duket fare. Modeli. Okej. Do bëjmë modelin. E bëjmë. Jeta familjare si po shkon Bernard? Jeta familjare është shumë mirë. Ena nuk mund të vinte në Shqipëri. Sot, por e festuat Shën Valentinin bashk? E festuam, po, e festuam. Leqi beson në Shën Valentin. Unë besoj. Edhe nuk kam marrë asnjë lule për Shën Valentin. Që do të thot? Që do të thot
jam single. E thamë në fund. Finalmente, jo pëlqen ai, pëlqen ai, jo ai. Jo po kështu, jo po dal se ç'bën ca. Lej beson te zana. Po di pse besojmë neve, se është bërë dhe aktore tani Lejti. Edhe Bernard, çfarë dhuratë morën se bën? Çfarë dhuratë morën për Shën Valentin? Sa lule më shumë. Desin këta të dinë gjëra, Bernard. Mendoj që dhurata ime më e bukur ishte Prezenca dhe kaq Jo, mjafton. ne duam këto gjëra, dhurata të prekshme. Nuk ka, more, nuk Gjëra ka. materiale. Edhe me faturë, sa ka kushtuar dhurata? Marrin vesh dhuratën. Nuk janë gjëra materiale, po ju nuk kuptoni. Kam të drejtë? Shumë e drejtë. Po mora një canvas, nuk jam shumë i sigurt se si mund ta pikturë. quaj. Një pikturë, po. Një pikturë që ishte goxha gjigande dhe nuk e prisja dhe ishte fix për të vënë në murin aty ku është. Artistike. Po, aty ku është studio ime e muzikës dhe ishte shumë domethënëse dhe domethënë ishte një surprizë pa parë. Në mënyra se si ishte përgatitur, koha më që pëlqen, Dëgjuat ju shokët e mi për ditëlindje ç'a dua unë, se për Shën Valentin miku, dua një foto time nudo ta vë tek studio ime. Frymzore. Kam, Cila studio, Nga filmi. Kem dhe unë do marr një studio vetëm për të pikturën. E do nga filmi që do bësh? Se Niko, që ta fusim të pak Bernardin Me lojë, se Niko në bisedë. praktikon. Niko ka menduar që të realizoj një film erotik. Erotik tani. Porno, unë dua pak të ketë pak skenar. Rrozohesh ti, vi të ndihmoj, unë aty bjem në dashuri, Të bien libra të më saktë nga dora. Ose vjesë lavatriçja të Edhe ndihmon. pastaj në E ka në librari. planet e tij. pse jo një pikturë, një canvas ka që marrë. Nga filmi, është nga i filmi. hutuar. Bernardi duket që nuk ka qenë periudhën e fundit në Shqipëri, se nuk po na bashkohet, domethënë sa të futet pak, domethënë jam pas publicitetit tjetër Futet. kohën çdo Okay. bëj, se do flasim për Bigun. Kështu që do bëhemi gati, domethënë e ke ndjekur Patjetër që po, Bigun, ëh? patjetër. Ke të preferuar? Kam të preferuar. Po do ta zbulojmë pas publicitetit apo jo? Patjetër. Kemi publicitet tani? Jo, mi është 28, mirë unë që Tash e ti publicitet. po pra po pas, brava. Mos ja vëre se që kur s'mori lule s'është mirë. Jo, s'jam mirë. Po lulet, Nuk shef më nga syt. lulet ishin misterioze apo? Jo, S'ka nuk marrë ishte fare. ishin ineksistencë Ishin aq imagjinare. misterioze sa nuk ekzistonin. Po tash gjithë kemi marrë ato lule. Lule imagjinare. Normal. Do flasim për Big vetëm pas pak minutash. Do të kemi publicitet tani edhe për ngjarjet e fundit. Vim sot në këtë të mërkur nga një Qa s'ka Prime ndodhur, që çfarë qa s'ka s'ka ndodhur. ndodhur. Nga dy Primes ishte dhe shtuna. Me dhimbje koke. Dhe Bernardi do të na shoqërojë me komentet që ne bëjmë edhe do të thotë dhe të tjerën sa i përket ngjarjeve apo personazheve që janë aty. Ndjekim pak publicitet deri kthehemi. Do ndalem fix tek Rogerti, se me që tha jam gazetar dhe unë bëj pyetje, Bernard, unë jam gazetare dhe bëj pyetje. Are you gay? Why are you gay? Po më duhet ta bëj me theks afrikan. Seriozisht e tha këto, ha? Zot, Who's gay? who's gay? Seriozisht e tha ato, ha? E ke parat memen që Po. është një mem super Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. Bernard, çfarë mendon për këtë pyetjen? Ai, më si gazetari? Idiote ever, domethënë. Gazetar sporti ndërkohë, Është sport. Edhe- Mbi të gjitha për të që të bëj të Shpirti tilla. po sport e është homoseksual, kupton, duhet të kesh medalje, gjëra, kupton atë? Patjetër që. Po është dhe gazetar freelancer që do të thotë që herë s'ka punë fare, po herë ka me raste. Me raste. Po, ma, qishta Si e ke parë situatën për të shakave, domethënë sepse ti je ndër personazhet që me guximin tënd, me historinë tënde ke prekur shumë zemra, ndoshta mund të kesh ndihmuar edhe njerëz të tjerë duke i treguar që pas çdo situate të vështirë apo abuzimi që mund të ndodh në jetë, gjithmonë dikush që do të bëj jetën e tij e gjen dritën edhe e gjen mënyrën. E gjen mundësinë, e gjen mënyrën, kjo është shumë e vërtetë. Një gjë më bën shumë përshtypje, duke pas parasysh, pa krahasuar vitet, që jemi dy individ që jetojmë në Londër relativisht për një kohë shumë gjatë,
nuk mund të ishim më ndryshe se sa do kishte mundësi. Dhe thirrja ime për Rogertin është thjesht më shumë një kujtim që këtë mënyrë që ka zgjedhur të reprezentoj veten në Big është diçka që do ishte krejt e papranueshme në Britaninë e Madhe, në mënyrën vulgare që ka zgjedhur dhe në mënyrën agresive që ka zgjedhur të prezantoj veten, por gjëja që më dhëmb më shumë është fakti që kur ti ke një familje dhe ti kur ke fëmijë, çdo gjë që ti bën mund të ndikojë atë në mënyrë indirekte. Dhe kjo është një gjë që unë nuk e kuptoj tek njerëzit që kanë një familje dhe zgjedhin atë mënyrë për të prezantuar tek publiku. Okej, kuptoj që ai ka marrë një vendim që do hyjë në Big dhe do sjellë diçka të re, po ajo gjëja e re është një mënyrë shumë vulgare për të prezantuar veten. Ka bërë disa llogari të tij në lidhje me strategjinë. Dhe bravo i qoftë, besoj se ja ka arritur qëllimin të jetë një nga njerëzit më të urryer ose të përfolur në publik në lidhje me sjelljet gjithmonë. Tani Bernard, duke qenë që ti the që mund kishte ca homoseksual aty brenda në Big, te edicion ka? Radari jo punon të edicion. Nga një pyetje arriu ai për shembull. A ka? Po jo, mund të ketë. Ka. Vjen. Këtë sezon mendoj që ke aty. Përgjigja do të ishte ju. Po jo, në lidhje me deklaratën time isha shumë i qartë që ata kanë pyetje në lidhje me seksualitetin e tyre, edhe pyetjet ju bën edhe të gjithë thanë jo. Kaq për mua aty mbyllet ai mund. Nëse dikush thotë jo, është jo dhe kaq, mos e zgjat më atë edicion mendon që mund të ketë. Po unë nuk është se jam faktikisht një gaydar i vërtet. Në lidhje me këto aspekte, domethënë unë jam i vetmi gay guy që mund të shkoj në një klub dhe jam i vetmi që nuk mu afrohet asnjëri, siç duket do të kem këtë fytyrën që mos mu afro ose jam straight, po. S'ke punë me mua sepse absolutisht nuk ka ndodhur në historinë time. Jo, fare, asnjëherë. Nuk ka ndodhur asnjëherë. Si po duket ky edicion? Domethënë, flas jo vetëm në këtë aspekt, se me që je këtu në studio dhe duhet t'i flasim të gjitha pikat, por në marrëdhënie me njëri tjetrin, me energjinë që po transmetohet, në mënyrën se si ti e ke parë deri në këtë moment të këtë edicion. Shumë pyetje interesante, sepse ti përgjigjem kësaj duhet edhe bashkëpunimi juaj. Direkt, sepse kuptohet që çdo analizë që një person që ka qenë në një Big më përpara mund t'i duket publikut si pak i njanshëm, le të themi, dhe më duket sikur ky Big nuk ka atë energjinë e BBV4-s. Domethënë BBV4 ka qenë më e mirë. Ka pasur më shumë energji. Jo sepse ka qenë Bigu im, prandaj e thash, po ka pasur më shumë energji, ka pasur edhe më shumë llojshmëri, ka pasur shumë ngjyra, ka pasur një diversitet të papar për mendimin tim. Ka pasur dhe humor. Po. Humor ka pasur për disa karaktere shumë të forta të shtëpisë, si Rozana, Gjesti, kështu me radhë. Loredana, patjetër që po, unë shkova viral me një video të Loredanës që e falenderoj shumë. Dhe ky është mendimi im, sidoqoftë ky Big sjell personalitete të tjera që BBV4 nuk i kishte, personalitete që mund t'i kemi parë më parë në edicionet të mëtejshme, por nuk është aq i mirë sa Bigu im. Sa Bigu im, po. Nuk e ka energji. Banori kaluar. Jo, ata të treshit e pranojnë që Katra ishte më i mirë se i tyre. Treshi e pranon. Juli se pranon. E pranon edhe Juli, po. Sa ta pranon. Në vetveten e tij e pranon. Madje nëse mund ta them unë, ky është më i ngjashëm me Treshin, ky që kemi tani. Se janë janë të gjithë, jo ti kështu, jo unë për lojë, jo ti. Është një nuancë aty, ke drejt. Ke shumë drejt. Nuk ka asnjë moment ku ti qesh është tamam, se zgjohesh. Ke ndonjë personazh të preferuar deri më tani? Domethënë, loja e cilit prej tyre mendon se është më e spikatur ose që ty të pëlqen më shumë si strategji? Celine the Queen all the way. Unë kam Celine, patjetër, 100%. Mund ta fitoj. Kam shumë dëshirë që ta fitoj, e meriton nëse fiton.
Për momentin uroj që të kthehet prapë në atë rrugën e saj ose në atë udhëtimin e saj siç ishte 2-3 javë më përpara, maksimumi 4 javë më përpara, sepse për momentin mendoj që është stepuar pak për të rikonstruktuar të gjithë strategjinë marrëdhëniet e saj. edhe me të tjerët, se i ka shëmbur disa mure, tani duhet të rindërtoj të tjerë për shkak të lojës. Për mirin e ka. Por jo, strategjia jo për muret e shëmbura që nuk është më mirin edhe tani duhet të ngrej aleanca të reja. Por mendoj që në lidhje me mirin, kjo është diçka që ata individualisht, sipas analizës time gjithmonë janë duke bërë në të njëjtën kohë me vetveten, duke rikonstruktuar të gjithë strategjinë e tyre nga fillimi. Kurse unë shoh çik edhe si loj nga ana e të dyve që bëjnë sikur po zihen, pastaj në fund pajtohen. Dje mendova këtë. Jo, dëgjoj, konspiracionist që je. Po drama. Edhe toka është e shesht apo s'ka. Në shtëpinë e vllajit madh ti mund të evitosh një ballafaqim, mund të evitosh çdo gjë. Por aty nëse ti e sheh veten në një sherr, më besoni, sherri është i vërtetë. Është i vërtetë. Është diçka që ti po e përjeton në atë mënyrë. Kështu që sherrin nuk mund ta luash. Ti ke dalë në origjinë dhe në vetvete pas 3 ditësh, kur ti harron që ke kamera rreth rrotull. Bernard ta mbaron ndonjëherë bigu, ja bëj gjithmonë atyre që kanë dalë nga shtëpia. Jo, absolutisht. Ja. Domethënë, pas daljes time nga bigu nuk ishte si shumë banorë tjerë, nuk ishte diçka që e prisja. Flas për atë natë, por ishte shumë e vështirë të shkëputja veten sepse për 2 javë rresht pas daljes isha akoma në shtëpi, domethënë. Ashtu u ndjeja. Lajshe me të brendshme me gjëra kështu. Kërkoje mikrofonin. Kërkoja mikrofonin. E mbyllje kështu që të flot. Ishte sinqerisht shumë e vështirë. Domethënë zgjohesha me banorët dhe fjeja me banorët. Dhe ndodhte në një mënyrë subkonsciente, por ishte tepër e vështirë. Pastaj ti kalon atë fazën që pranon realitetin, por nuk mund të shkëputesh dot, nuk mbaron kurrë. Është pak a shumë si të lësh duhanin ato 2 javë. Mund të jetë. Apo ti sa ti faktikisht ka mbaruar Big Brotheri? Për mua po, sepse nuk ishim në të njëjtat dimensione që janë tani. Gjithmonë kam dashur të pyes dhe gjithmonë harroj. Po unë kam mbaruar patjetër, por unë sërish të kujtoj. Pra, kujtoj miqësitë e mira që kam nga edicioni i parë që është bërë në Shqipëri. Kam marrëdhënie shumë të mira me Arbrin, me Polin, me Junën, me gjithë të tjerë. Domethënë i kam miq ende, edhe kam përshtypjen që fakti që nuk e kemi përjetuar këtë mllefin e rrjeteve sociale apo ku diun se çfarë, ndoshta kanë ndikuar dhe për mirë në jetën tonë, që ta përballojmë. Dhe mendoj që atëherë ka pasur dhe fansa të vërtet. Jo, nuk varesh vetëm nga situata. Nëse donin Jonidën, e donin nga fillimi në fund. Po e donin edhe nëse ja fuste kokë Jonida. Deri në fund. Ka shpëtuar e re është tani ndryshe. Po, kalojnë me situata. Brother i saj ishte me gazeta akoma, nuk ishte. Po, me gazeta. Unë shkreta dola dhe është një intervistë te Paloma atë. Paloma. Gazeta intervista ku ishin njëte pas ditën Top Channel, Live from Tirana me Ledionin Menon dhe kaq, domethënë. Kështu që nuk është se kishim këtë fluksin edhe të qenurit në vëmendje apo ku diun njerëzit që mund të komentonin se kanë përshtypjen që u ndikojnë komentet negative apo jo. Patjetër që po. Edhe kjo ishte një nga arsyet që zgjodha të thoja që 2 javët e para ishin shumë të vështirë, sepse ishte një nga faktorët. Sepse aty nuk kishe vetëm një lloj komenti, aty kishe një shumëllojshmëri komenti. Dhe kur ti qasesh me një shumëllojshmëri komentesh, me shumë gjëra, sado të mira dhe të negative që t'jenë, ty automatikisht të çojnë të përjetosh ato emocione, por në një mënyrë shumë më të shpejtë se sa ti mund t'i përjetoje gjatë jetës përditshme. Gjatë jetës përditshme nuk vjen një lumë komentesh. Sidomos ato që janë paragjykuese apo gjithçka tjetër që mund të jetë shkruar në rrjet me njerëz me profile fake ose jo edhe fake, kështu që shumica janë fake. Një vit më vonë. Dhe më i qartë. Çfarë mendon se do ndryshoje tani që je më i qartë në gjithë gjërat, që të qëndroje më gjatë? Jo, nuk mund të ndryshoja. Do ishte i njëjti Bernard. E njëjti Bernard, vetëm i kënkoj
Jo, më pëlqen kur njerëzit janë real dhe thonë duhet të ndryshoja këtë gjë. Jo, do vazhdoj të njëjtën gjë. Do të thënë mund të kisha ndërtuar një strategji sepse hyra pa një strategji. Por më thënë drejtën të më bëja atë pyetje tani, nuk do të dija se si të përgjigja në lidhje me se cila do ishte strategjia ime. Unë të vetëm një gjë që them edhe mbas një viti është ajo që kam thënë natën e parë kur dola në publik, që në qoftë se kam lënduar dikon në publik, i kërkoj shumë ndjes, por të paktën kam qenë real vetë. Ke qenë i vërtet. Po miq, a ka nga Big Brother? Patjetër që po. Ka nga ato miq që ti mendoje i kishe miq, ka nga ato miq që i ke miq. Po ka nga ato miq që do të kesh gjithmonë për jetë. Dhe pata fatin e madh pas shumë kohësh që të takoja me njërën për atyre, që ishte Rozana vet, Rozana the Queen. Paska çdo edicion ka një Queen. Jam shumë euforik nga emocionet dhe nga malli që më kishte marrë dhe nga biseda që nuk kishte fund derisa të dy palët i thanë njëri tjetrit, po ikmëre, jo ti ikmëre, po ikmëre. Në fakt po, është vërtet, keni pasur një marrëdhënie shumë të mirë brenda shtëpisë, por ti në fakt ke pasur marrëdhënie të mirë edhe me Livian, edhe me Danjën. Domethënë ishte le të themi ai djali që gocat vërtet gjeni një shpatull, ndoshta edhe për të qarë ose ndoshta edhe për të treguar mërzitjen që kishin gjatë gjithë ditës. Ke qëndruar shumë afër. Kjo ndoshta ka të bëjë edhe me faktin që je bab gocash? Po, shumë e vërtet, shumë e vërtet. Edhe ndjen kur nuk janë shumë të rrezi gocat dhe janë të mërzitura. Po me Rozin në fakt e kishe më të veçantë marrëdhënien. Marrëdhënia ime me Rozin ishte diçka organike dhe kimia ishte diçka që nuk do të doja ta cënoja në absolutisht asnjë aspekt sepse ishte shumë natyrale. Dhe siç e provoi dhe koha, do jemi miq për jetë. Në lidhje me vajzat e tjera, po, Danja, Olivia, Livia më fal dhe Loredana ka qenë gjithmonë persona që më kanë dashur për atë që isha. Dhe unë dita kthej mbrapsht këtë me të njëjtën monedhë. Lori në fakt ka qenë ai person që sado e ndikuar që ishte nga individ të tjerë në shtëpinë e vllajt madh, gjithmonë e gjente mundësinë që të vinte në shtratin tim, më bënte disa pyetje edhe priste disa këshilla që unë kur nuk ja jepja, sepse unë nuk jap këshilla, unë thjesht ty të krijoj atë hapësirën që ti të mendosh se çfarë do të bësh. Por gjithmonë gjithmonë ndiq zemrën. Kështu që i përshëndes të treja goca, i dua fort dhe shpresoj që ti takoj kur të kemi mundësi. Po dashuri si shef në këtë edicion? Kemi dashuri në këtë edicion? Jo, pak vakët në atë aspekt. Po, sidoqoftë kuptohet që Gimbo është një nga ato personazhe që i heq kapelen, që e ka deklaruar që ka disa lloj ndjenjash. Nuk ka hyrë në detaje të shpjegoj se çfarë janë këto ndjenja për Selinën, por bravo i qoftë që ka arritur, ka pas atë guximin që ta deklaroj në një pikë të lojës ku gjithë banorët. Po ku e kishte parë dhe hyri mbrapa. Po. E kuptoj. E kuptoj. E kishte edhe Kristi shkret, po. Po, është pak e... Po, ideja është mua më duket shumë loja për afërt me atë të gjestit, kupton, i shkathet e kështu, por Selin nuk është egli. Kjo është diferenca, pra. Po kjo është diçka që Selin e ka thënë, nuk dua të jem dikush tjetër. E ka thënë edhe e ka parë këtë gjë, ka kalkuluar. Është e dukshme si gjë. Po, ka thënë jo, kësaj jo. Po sido që tjetër unë nuk mund t'i krahasoj dot Gimbën me Gjestin, nuk për mua personalisht nuk kanë lidhje. Bernard, ti te Big Brother jot nuk kishe një marrëdhënie shumë të mirë me Gjestin apo jo? Jo, është kundërta. Apo e kishe? Patjetër që po. Me ngjanin sikur kapesh. Me Gertin nuk e ka pasur të mirë. Ah, po, okay, me Gertin, po. Edhe ngatrohet shumë Gerti me Gjestin fakt. Po me Gjestin do ta mendoje ta bëje një këngë? Patjetër që po. Dera ime është e hapur për të gjithë artistat, sidomos
për artistat edicionit tënd. Të edicionit tim edhe të një niveli tim, sepse muzika për mua është vetëm një pasion tepër i madh, nuk është diçka që bashkë Niko. Por do bëjmë përpara. Me kë do kishe përplasjet më të mëdha në këtë edicion dhe me kë mendon sërisht. Dhe me kë mendon që mund të ishe më i afërt, me aq sa ke parë nga ekrani. Po, do isha shumë afër me Brikenën 110%. Do isha shumë, kemi disa vlera, domethënë që ajo i ka të rrënjosura në një mënyrë tjetër për tjetër, por i kemi të përbashkëta. Dhe Selin kuptohet që patjetër që po. Mendoj që përplasja ime më e madhe do ishte pa diskutim Robertin. Ke diçka me Gertët? Fix. Dhe mendoj që dhe Mali Mali është okay, për mua është lojtar okay, Stenaldo nuk mund ta harroj. Po Stenaldo unë kam në finalist, kam në listën time. Do shkojë mirë, mendova se do përplasësh. Do ishim gjithçuat? Jo, do shkoja mirë me Stenaldo, patjetër që po. E ke ndër të preferuarit edhe Stenaldo? Po, Stenaldo ka qenë që ditën e parë në listën e finalistëve. I vetmi person që u largua nga lista ime që kam deklaruar në Top Channel, 5 ka qenë edhe emrin araba Stina. Stina, okay. Pra prej fillimit Stina ishte një prej tyre, por ai u largua. U largua dhe tash jam mbetur me 4. Edhe me Stina do ishte një duet nice. Ke 4 finalistë. Stinën mund të ishte një duet nice, ja mendon. Po, shumë e vërtet. 4 finalistë, Selina, Miri, Brikena dhe Stenaldo. Mendon se Miri do jetë në finale? Patjetër që po. Le Mateon jashtë, do të therin këto Brikeos. Tani Mateo është i preferuari. Është i preferuar publikut. Sagapao Mateo. Sagapao. Mateo. Më çka ke i mirë. Mateo është shumë cute. Është shumë cute. Është i mirë. Se ju pëlqen tani Mateo që do li preferuar. Gjithmonë ka thënë, unë kam thënë që më pëlqen. Është i lezetshëm. Edhe logjikën e ka on point. Jo, edhe flet shumë. Nëse do ta komentojmë orën e dytë se kam shumë logjik. Kemi shumë. Logjik që thotë mirë mbyllë gona. Po tash kosh me vëmendje Mateo është paka shumë aq bullizues sa Rogerti vetëm se nuk të shan. Ja, është më i Mateo 2-3 fjalë i pa fytyrë edhe i pa fytyrë edhe Jo, po thash përveç sharjes, epitete, po, ndryshimi mes një epiteti dhe një sharje është pikërisht. Ka goxha diferencë. Bernard ne jemi në fund të kësaj pjese. Faleminderit shumë që ishte me ne. Të urojmë shumë suksese në çdo projekt tëndin, mezi po presim të marrim librin në duar dhe të lexojmë të gjitha ato pikat jetës tënde që nuk patëm mundësi të shihnim në Big, edhe pse pjesën më të madhe të emocioneve na e dhe, kështu që shumë faleminderit. Suksese me EP-n, me Spotify, me bashkëpunimet që të vinë dhe me gjithë shka që ti ke dëshirë të bësh edhe të realizosh. Jemi në fund pjesës farë. Faleminderit që pranove të jesh dhe pjesë e filmit tim. Do bëj kolonën zanore të filmit. Po flasim edhe për aktor diçka, po ja da shohim. Do ta shohim. Dëgjojmë në pjesën e dytë. Ikëm për Dardha. Kemi ikë për Dardha, thot ishim të Magic Four bashkë. Jo? Jo, një të nuk del kur. Po mirë se erdhe mirë, po ku ke kenë marë? Po dhe? Çfarë ke bërë një herë, gjithë këto ditë, mirë, a? Vrasje, çan këto tjera. Presë gjë. Pikë pyetje. Unë nuk e di, unë thjesht dua ta shijoj se është një adrenalinë, është bateri. Qa s'kam bothi? Kufjet vendosi ose uli, se na interferojnë, je okej tani? Po, tani shumë mirë jam. E ule volumen? Volumen sa ta ule? Sa ta ndjesh? 0.9 dB? Sa ta mban? Sa ta ndjen? Mus ma mban dhe në maks. Mirë se na vjen në studio, në këtë pjesë të dytë ne do të komentojmë. Kemi për të thënë
Ka ndodhur gjëra në këtë Big Brother, Armir. Çfarë s'ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur? Dhe kemi marrë njeriu më pa filtra. Por filtra Ta shohim. Ku ka filtra më lënë? S'ka pas zoket. Je në vendin e duhur, pardon my Për friend. no filtra. Po patjetër, atë flasësh lirshëm. Atë di sa më tha Niko do vish tash erdha. Erdha më prisni. Erdha. Mos ma mbyll derë. Pritëm. Po. Do më lejoni pa më nxjerr në plan që unë të largoj këtë pjesën time të Rufës Çuna. Faleminderit se e pash vetë në ekran, se jemi dhe në digital tani te kanali 10 dhe jemi live, domethënë live. E nisi me ngjarjet e djeshme, domethënë edhe një herë Po. Selin Miri, por kësaj radhe në një tjetër aspekt, pra në një ndarje. Ndarje. Le të themi kështu. Kishte në bashkim që ishte ndarje? Jo, flas si lojtar. Si lojtar, okay. Po çfarë do të themi ne tani? Do të themi që Miri dhe Selina u ndan përfundimisht? Atë nuk e dim. Atë e di vetëm Zoti më. Por që le të themi që Miri, shikon, këtë rast e di pse gjithmonë kam qenë pak përpara kundër Mirit. Këtë rast jam me Miri, nuk e di pse. Pse? Naturalisht, këtë ta them sinqerisht. E di për çfarë? Kam qenë radhës kaluar në emision, pëlqeu Selina. Je pro Mirit kundër Selines apo pro Mirit edhe pro Selines? Në këtë situatë, po thot. Tani unë kur bëj një krahasim e bëj pro njërit kundër tjetrit. Okej. Domethënë ne vazhdojmë kështu, nga këtu vazhdojmë. E kupton? Dhe në këtë rast nuk e di pse më vjen një intuit, jam pro Mirit. E kupton? Sepse tani Miri kishte drejtë që kur erdhi Miri në paktën ishte më i njohur se Selina, realisht, e kupton? Ose më saktë, Selina se njifsha, Mirin e njifsha. Si publik. Ishte më njohur se pjesa më e madhe aty. Po patjetër. Dhe tani Miri në lojën që bëri gabim mirë, unë kam çuajtur gabim lojën e Miri që ka bërë përpara, edhe them që prapë ka bërë gabim, por që në këtë rastin e dytë mirë që Selina e shfrytëzoi këtë moment dhe u shkëput nga Miri me mënyrë jo duhur, po dhe mënyra e qasjes mimikës se si sillet me atë është e vjen si përshtirë, si përshtirë, shumë harbute. Ndërkohë që 55 ditë ndërtove lojën, mbreti ika e unë, çdo moment që ndërhyshim njëri tjetrin, domethënë u përplashin bashkë, nuk kishte një, kishte dy, dhe erdhi sot me një farë mimike që realisht nuk pëlqeu, sepse unë kur shikoj surrat vllai dashur, unë të dalloj 100% se çfarë po bën. Nuk e më ka thënë Zoti më, kështu që ke një lloj intuite. Është intuit, po është saktë, kanë gjithmonë që është saktë. S'është po e them tani. Dhe dalloj që në këtë rast jam më shumë pro Mirit, me thënë drejtën. Pra ti e sheh vërtet si një thik pas shpine. Ato që bëri Selin, kundrejt. Thik, edhe thik me kështu, me nga ato arabet, nga ato thik buke, që vjen shumë me dhëmza. Nga ato arabet e Prince of Persia. Ajo që kur ta zhysim për shembull, dhe kur ta tërheqin nuk del vetëm thika e holl, është me harç ajo thika dhe kur ta heqet e mishin me vete. Jo që po ani buki jam i bindur sa brutal që keni sot. Jam i bindur që njerëzit nga radio e kanë vizualizuar gjë. Patjetër. Edhe pse s'po na shohin. Është një thik me harçe që edhe kur ta nxjerr dhe mishi. E kupton? Po, e kuptoj. Yes. Juve si e pat këtë situatën mes tyre? Antoni është pak skeptik sepse thotë që edhe kjo mund të jetë një lojë. Them që mund të bën shok prapë. Kush? Miri s'bëhet më mendoj. Kush këtu? Nuk tani Miri nuk bashkohet për mendimin tim. Nuk bashkohet. No, never. Sepse Miri është aq i rrit, mund të doj Selina mu taku. Mu taku prap, mu bashku prap. Por Miri për vetë moshën që ka, nuk do ja lejoj vetes, të bëj gabim dytë. E kuptove? Okej. Sepse tani s'ka më kohë. Po tani nuk ka më kthim brapa. Edhe pse ka pak afeksion ai për Selinin. Po pra se ka pak afeksion. Shikoj, edhe unë me net me i femër 30 ditë, o vllai dashur, tani thrim drejt. Po afeksioni aty nuk të lën ndonjëherë. Zemra. Ku zemra? Vjen një moment në momentin që ti zemra ka ndjenja. Tani dëgjoj, kur lëndohesh, pavarësisht gjithë ndjenjave që ke pas, fillo puno me tru. Dhe Miri është në kohën e duhur brendimi im që të punoj me tru. Të lej zemrën, ta hudhe zemrën, iku zemra, pap.
pa ndjenja me logjikë. Trak me tru dhe me tru ec përpara, me dimin. Me që jemi tek truri dhe jo tek zemra, a është shumë me tru të bësh alat me Rogertin në këtë pikë të lojës? A është shumë me tru? Po tani ose je me shumë tru, që ne nuk e dim të dallim atë IQ-n, do të thotë që jemi nivel shumë i dobët botërisht, ose nuk e lexoj dot lojën e Rogertit. Pavarësisht se ai ka bërë një lojë të frikshme dhe deri me një moment ka qenë ato banor që e kanë përballuar vëlla, nuk e di unë do thoya se përballoja dot. Ti do kishe dalë me zarfzi, me zarf portokalli, zarf gri diçka kështu. Një zarf që do të skaqë në herë aty. The orange is the new black. Po, është ajo e burgut. Me portokall. Edhe me ta fisën me të veshura. Yes. U pa kjo alianca, domethënë Juela, Miri, Rogert, kush është tjetër tani, po tani kota biskota atë. Jo, po jo më së miri nuk Miri s'bëlla alianca. Kota biskota për tanin tim. I thash Nikolinit, ki kujdes. Lej ka rënë brenda me ta. Shumë e bukur ishte. Per. Po më perlishin memet. Po, por sot kishin dalë lajme që gruaja është mërzitur. Merdi keq me thon drejtën sepse bën një krahasim të shpifur sepse ajo gruaja me vërtet mund të ketë pasur, domethënë, ndihmën më të madhe në botë, sepse ta realizojnë ndihmën më të madhe dhe kur ke edhe burrin brenda dhe e bën me ca meme që ishte mërzitur. Nuk, ishte mërzitur, Një tjetër situatë e cila të roqi vëmendjen ishte pikërisht edhe marrëdhënia që po krijohet mes Selinit edhe Gimbos, domethënë atë do të kemi një çift. Aman. A do kemi një romanca ecën në Big. Po sa do romancë ketë, si thot ka një shprehje ai? Kush? Ky Gimbo Selina se si thotë fjalën. Çfarë thot? O baby im, jo baby im. O baby G, jo. Jo baby G ka dalë, si ishte këtë dje këtu. Jo më. Se si thotë, po çfarë romanca, man. Nuk sheh çift aty. Po ai është një bisht i zgjatuar. I Selinës, po pa. Bisht. Më shumë e shoh Gimbon të lidhur me Lenin sesa me Selinën. Po patjetër. Më shumë mund t'i japi një shans. Tani Gimbo është tregu dhe i çiki zgjut me net më loj me thon drejtën. Ka shku aty ku duhet me shku. A kupton? Përdor Gimbo, përdor Selina, rabada. Unë kam thënë që ai nuk ka dashuri se ai ka hyrë më vonë, ai ka parë kush. O çika jam, po sa erdhi. O çike. Shumë romantike. Bombë anatomike. Bomba atomike. I gjenusa se na ngel ender edhe erdhi aty. Po ja me man. Bomba anatomike ose gjumë alergjik. Janë shprehjet e fundit të këtij edicioni. Po si pa shfrytëzojnë ato, e kupton? Po shfrytëzojnë sapo munden edhe. Dhe nga krau tjetër kë kemi? Nga krau tjetër kemi Brikin dhe Mateon. Po më ka pesimisti për këtë marrëdhënie. Jo, shumë real. Është real. O vëlla, nga që unë kam kohë se më para besoj në dashuri. Se i kem mbyll këto muhabete. Po pra kanë marruar ato muhabete. Por që Briki Mateo. Po ku e di unë çfarë do të them për Mateo mund të jetë djalë fantastik, e kupton? Se nuk e njoh as nga afër, se i lëviz komut, jam energjik. Kam janë 30 vjet që i lëviz komut. S'rrit dot në vend. Pra Mateo mund të jetë djalë i mirë, por Mateo jo, dhe është djalë i mirë, mos thashë se mund të jetë djalë i mirë, por që ajo marrëdhënia nuk ka kuptim fare. Edhe mua më duket. Afro, kape tërhiqe, ajo krijon një kurb ese. Po, është kur takohen Brikena ashtu. Domethënë sponda anej koka e kamionit këtej, a kupton? E kishin bërë një meme me një qenush kur do ta këdhësh ikën shumë brap. Dhe kemi pas ai shkreti mundohet boll. Pas publicitetit kemi të tjera gjë. Do mundohemi. Sot edhe Armiri për të komentuar ngjarjet e këtij edicioni dhe këtyre prajmeve të fundit, po dëgjoj, kur bësh pjesë e asaj shtëpie gjithmonë e ke një mendim pastaj se është me një tjetër sy, është edhe si publik por edhe si njeri që e ke jetuar atë eksperiencë. Tmerri më. Pse tmerr më? Ti hyre gjithë qejf.
Po gjithçe fyrat dola gjithçe. Të dyja bashkë kisha. Kështu që në rregull je edhe me komente. Po, me komente pas. Shiko, kam qefi çik me komentu me thon drejtën, se më duket vetë si llafazan tani, e kupton? Po je, me thën drejtën. Jam i çik. Çe kam i çik llafazan. Edhe por që çfarë do të thotë vllai, a kupton? Avioni fluturon. Ta lehtësojmë pak se kemi një video, ka ndodhur një share mbrëm. Në orët e para të mëngjesit, Selin dhe Rogerti janë përplasur me njëri tjetrin, kanë qarkulluar video gjithandej që thonë i gjuajtemi diçka të fortë, ndërkohë ishin Patatina, do doja të ishte në një kpuc ku ta diun, po jo. Po ja, më ishte edhe në një tavëll hekri. Ja ku kemi video. Haja është Selina. Bjeri. Mos ti tërpaktën, unë nuk e di me sa mund t'i tregoni historitë e tua. Po s'ka fajo e nona e babshit kanë nxjerrë jashtë shtëpie. Kupton se ordineri përket rrugës. Qose nona baba jem kanë nxjerrë jashtë shtëpie. Nisi puna jote përket rrugës. Atëherë ti shko gjej ku e ke babën. Hik gjej ku e ke babën. Unë babën se kam. Ç'është problemi jot? Bëj punët e tua pra. Ti je rrugaç. Morë vesh. Pse nuk e lat çik? Gëtuese. Veshi. Olele veshi. Se nuk e lat ato dhimbje të thellë që u shkaktuar. Do të penallti. Unë kam thënë për Inzaghi. Ai merr shtrije për penallti që merr. Këtë vit këto banorët e Big Brother që kanë ngelur akoma aty, që vazhdojnë të jenë, që janë më të famshëm sa në Shqipëri. Po janë aktorat pa pamë. Se Robi kur do më uzon, mu me mprek me diçka, unë zinje më plek. E pam zemra, e pam, të shifrim aty. Të ndoqëm. Po, aty bëjnë sikur zihen, vërtet njëri olele veshi, tjetri olele koma. Me ke jetë tani me Selina po me Rogertin e këtë mes? Unë me ka jam. Po unë jam me Stenaldon. Dhe Malin. Je me Stenaldon dhe Malin, vazhdon. Patjetër, deri në fund, patjetër. Po unë nuk e iki asnjëherë trajektorës time. Është besnik. No, jam besnik deri në fund. Domethënë unë humbas veten dhe prap ngelem besnik. A mendoni që do të po jam edhe për kuksi, jo për gjë. Një zarf të zi? Këtu? Pa, seriozisht e ke. Tani folim drejt. Ligjërisht. Tani seriozisht e ke. Tani me thënë të drejtën, qelloj me diçka. Po ku me çfarë qelloj? Po nga që po i haj bukë aty. Po fjalët zemra ndonjëherë, fjalët e Rogertit janë më të rënda. Tani ato janë preferuarit e popullit. Dhe po mund të them Rogerti është i vetmi banor që shqiptarët i kanë ngjallur atë sensin e bulizimit, thotë, nice, po le ta bulizojmë se kupton nuk është ato personazhe që gjysmat e kanë inat, gjysmat i vjen gjuna. Është 90% e kanë inat. E kanë inat, po. Edhe gjithë komentet ishin bravo Selina, ti kishe gjuar një gjë më të fortë. Të lumë të dorë. Bravo, të lumë të dorë. Like vetëm në njëri që kishte një koment negativ për Selina kështu tek këtu. Ideja është që ky fenomen nuk është i bukur në radhë parë. Nëse ato janë aq taft për të bëj lojë, a kupton? Duhet ta menaxhojnë në mënyrë. Ja, ta bëjnë lojë sikur duhet më u bë. Nëse janë për të fortë, futen për të fortë dhe të vazhdojnë të zihen tamam. Bjeri pra, do mirë, bjeri tamam dhe dil për jashtë. Për Selina këti. Por gjithmonë me radhë, ti pa e fundit. Ç'lidhje ka? Jo, po imagjino se Selin ti pinte me grup. Po, është kundër rregullave kjo, domethënë, meriton një zarf të zi apo jo? Tani, çdo gjë që të gjuan ty, merr me çfarë dush ti, me ligj pa ligj. Me gjykat pa gjykat merre. A kupton, unë jam edhe profesionist i gjykatës. Po e kemi kuptuar tashmë. 5 minutat e fundit. Tani, në qoftë se unë do të hedh ty diçka të dëgjuj, sot mund të dëgjuj patatin. Nëse mund të dëgjuj hekurin e Egorosjes, a kupton? Po, veprimi është i gabuar, patjetër. Duhet një masë ndëshkimore. I zi portokalli çfarë do që të nxjerrin këtu. Domethënë duhet një masë ndëshkimore. Duhet, patjetër. Ti je këtu apo? Unë jam nga ato që do. Jo, na jep një mendim me kisha Allah. Është nga ato që do votoj të rri Selin, edhe nëse del në televizor. E ka të preferuar. E ka të preferuar. Ai është, ç'a quhet? Selinator. Selinatorje? Taratorja. Se ne thamë pavarësisht sa i keq është Rogerti, veprimi, heqim Rogertin, e fshim Rogertin, veprimi për mendimin tim është i gabuar. Po se e tha dhe Ledioni. E tha dhe Ledioni në live që pavarësisht ç'a pyetje bën Rogerti, përgjigja ka rëndësi. E kupton që Kristi u peshkua për pjesën qa seksualiteti ke ti, tha. O vlla, e pyetëm ç'a seksi ke ti. Po ç'është kjo më pse duhet ta dish ti? Nuk e dallon dot ç'a seksi jam.
Mos u përgjigj, injoroje. Gjë më e mirë që ka thënë Zoti i Madh në qiell është të injorosh tjetrin. Zoti vetë ta tha këtë fjalinë. Në Kur'an. E ka thënë. Injoroje tjetrin, thuat. Një ndër gjëra do të bëjë edhe në Bibël është kthej paqen tjetër. Po, nëse dëgjuan një shpull, kthej tjetër. Ajo të loj kamerën. Nëse godet prap, pastaj fut. Bjeri. Po, Armir, ti e ke ndjekur besoj dhe në edicionet e kaluara. Si duket ky edicion krahasuar me tani atë flasim troç apo? Troç. Son para flas jo troç. Me thon drejtën niveli. Tani kam qenë edhe unë pjesë e kësaj dhe do shaj edhe vetën këtë rast, ta kupton? Nuk është niveli dobët me thon drejt, nuk e di pse. Ta kupton? Është niveli. Tani flasim drejt. Këtë mendim po ta them unë, të paktën unë njoh në Tiranë, njoh disa nga 20 veta. Ta kupton? Nga 20 veta që njoh në Tiranë, 17 veta këtë opinion kanë. Nuk është niveli i atyre që, domethënë niveli. Jo niveli atyre se s'mund të qasë nivele, po. Ndoshta nuk din të bëjnë lojën ose po huazojnë pjesë nga edicionet e kaluara dhe e kanë ngjitur puzzle-in ndoshta gabim. Ose janë shumë dhe vetëm për lojë. Janë shumë dhe vetëm. Kanë lënë jashtë anën njerëzore. Ose jo, do të kenë lexuar skaletën shumë mirë para se ty aty mrena. Kanë ndjekur edicionet e kaluara. Në edicion për një strategji para se më fut. Po, e kisha ndjek një strategji shumë mirë, po nuk më lan me e bo strategjinë time. Cilën strategji? Unë kisha boj strategji të tillë, do më ditë ju të saktë. Patjetër, dhe kush nuk të la ta bëje. Zoti fam. Vazhdo. Strategjia ime ishte 2 javë gjys të studioja çdo personazh sepse unë jam edhe i mirë edhe i keq edhe i urtë edhe i butë edhe i egër. Mund të krijoj gjithë, duke qenë dash, mund t'i kapësh gjithë gjërat nga ATZ-ja. Kisha bë llogari 2 javë. Do studioja nga ATZ-ja çdo personazh që ishte aty brenda. Sa ditë ti brenda? Unë në 18 ditë. 18 ditë, po 2 javë të doli koha për. Po aty ku do fillonte të loste, papën. Sa filloi loja? Sa unë fillova lojën, fakt. Sa do kupton? Ç'a ndodhi? Doli pra ç'a ndodhi. Se di më isha kundër aty që s'do të isha. Tani ideja është që ti studiove, po fitove tani ta kemi parasysh diçka. Një opinion tënd në lidhje me ta? Si? Pra ti studiove, vendose që ti njohësh. I njoh ato që kam pas njoftun, më kanë dalë 100% tani kur kam dalë nga Big Brother. Un kam thënë një fjali te emisioni i parë. E kupton? Emisioni i parë që kam shkuar, nuk e mbaj më ku kam qenë. Dhe i kam thënë, Miri me Selinën janë bashkë për lojë. Nuk kanë lidhje babe bi, Miri t'i pëlqen një çik më shumë Selina, por i kam thënë, për çdo vit dita e duhur, mund ta hapim emisionin, që Selina do i ngul sikën, sigurisht ajo që tham fillim të emisionit. E kam thënë çat vjen. Si? Atëre, kush e fiton këtë Big Brother? Që ta ruajmë me këtë program. Që ta ruajmë këtë program. Këtu desha më thon diçka troç po se them dot. Tani do kemi publicitet, mendoje mirë, do na japësh dhe finalistët edhe fituesit, se kemi publicitet. Zmore Armir, kush është? Mund ta pranoj publikisht që e adhuroj për çiltërsinë dhe për pa filtrat që ka, sepse përveç se është dash, po i thot gjërat ashtu siç i mendon, pa shumë i pa, i çiltër. Pa i redaktuar. Pas te kush është më i sinqert në shtëpi? Pas me, mos më llogarit më fare se jam nga ato që unë llogarit veten time. Më fal, se duket sikur përgjaj ashpër, po s'është ashpër kjo mënyrë. Nuk jam unë nuk e llogaris veten asnjëherë. Tani për çiltërsi çka ka aty brenda? Po. Çiltërsi, transparencë, sinqeritet. Një i pari është mali. Ta kesh me bindje të plot nga unë, me firme dhe me vul. Mali është një personazh që domethënë me shumë gjëra merret me ato gjërat e veta dhe stop, marrën filmi. Nuk bën as budalliqe, as ignorancë, as me shkumë kompromise. As kompromise. I dyti është që mua pëlqen realisht shumë fare për shumë arsye, Stenaldo. Është nivel tjetër, se ka paston dikush para Big Brother nivel Super Saiyan, po nivel Super Saiyan është ky, jo ajo. E kupton? Bifi Zapoa. Ajo nuk është Super Saiyan. Jo. Stenaldo. Ja pse e dua. Po kemi pra dy
Një ishte vjet, këtë vit kemi Stenaldo. Këto dy që ta kuptojmë janë njerëzit më të sinqert se Stenaldo ka, po ta thot në gjën ball, kështu, po ta thot. Mund të jetë dhe e fortë, po ta thot. Mund të jetë shumë e fortë, po ta thot se edhe unë atë punë bëj të ta them gjithmonë. Kam qenë Nikos ja them çdo gjë të keqe që ka Niko, unë ja them fytyrë gjithmonë, e kupton? Kështu që ato dy janë top për këtë pjesë. Dhe kanë marrë lojën shumë mirë, kanë ardhur deri aty ku kanë ardhur, inshallah shkojnë deri në fund. Për tjetër, më fal. Okej. Vazhdoni. A do ndajnë një moment mendon? Kush? Stenaldo me Malin për lojën? Never. Ja. Se e di pse, do bëjnë kompromis mendon. Kompromis me njëri tjetrin? Për lojën. Me njëri tjetrin për lojën. Po. Apo veç për lojën? Veç për lojën. Pra që ne të dy do flasim më se tani njëri nga ne të dy do fitojë, jo të dy. Me bindje të plot ta them never. Okej. Do të thotë është për tu parë. Pra është miqësi që e tejkalon lojën. Duke e njohur. Nga Mali tani po e njoh, edhe mua Mali më pëlqen. Mali nuk e që e bën. Jo, që është vërtet miqësi. Ma e men për me është sepse di pse bën Stenaldo më, sepse Stenaldo i ka hyrë aq shumë zemër. Ja kam pa edhe këto 3 ditë rresht. I ka hyrë aq shumë zemër Mali, që e ka bërë realisht kur krijon një vëlla aty brenda, a kupton? Çado që të bëj vllai Mali, nga të gjitha videot që qarkullojnë, po dhe ajo që pam në dje në Prime, të gjitha veprimet që bën kundrejt Stenaldos nuk i bën fare për kamera, pra është shumë spontan në mënyrën se si afrohet. Pra nuk sheh kamerat dhe të zjasi që ja se po e ndihmoj. Çohet Mali. Po, dhe ja jep me shumë. Jo, afron pak shpatullën, pa dallu fare. Dhe Stenaldo e prej këtu. Që ta udhëheq, po pa i treguar që un po të udhëheq. Domethënë, ti thua nuk e si brikena. Absolutisht jo. I give you one chocolate. You give me one chocolate. I give you 20 chocolate. Kurse njëri ngatroi atë se nga që ngatron s'ka letën. Edhe tha, në qoftë se unë të jap tha 10 tha, do t'jap 300, e shumë fishoj tani. Po ishte 1 me 10 me 100. Po nga që modelet nuk bëhen mirë me matematikë. 10 tha un po më 10 gjëra dhe un t'jap 300 gjëra. I thashun o motor 100 thash 300 se ngatrove. Ishte 1 me 10 o motor. 1 me 10. Le 1 me 10. Le 1 me 10. Mirë ishte. Modelet nuk e kanë shumë mirë punën me matematikën, prandaj. Me matematikën. Po çfarë bëjmë se kemi qenë në tan. Para gjykime, po pra se po mendoja un model shumë i zgjuar jam o vlla. Të zgjuar jemi, po me matematikën as ne gazetarët me thënë. Te modeli. Po që kam 10 vjet absolut. Marrë matematikë, po ti. Jo, s'kam marrë matematikën, kam marrë inxhinier ndërtimi. Po ke bërë matematikë? Shumë matematikë. Analiza. Probabilitete, statistika. Kush është probabiliteti që të fitojë miri? S'është i vogël. Është i madh? Është i madh. Patjetër. Po. Është një nga pretendentët. Tani unë po të them kush janë pretendent për të fituar realisht. Jepi. Tani jemi që jemi. Unë do 4 veta në nominim. Tani unë këto kisha qef unë në radh parë. Po, dhe pastaj kush mendon që finale Mali Stenaldo ta fitoi Stenaldo. Por kush del? Një Miri. Fillet e muzika, e dëgjon muzikën? Finalisti i dytë Kristi Lama. Dridhe moj Bajame dridhe. Po Bajame e dridhe, Bajame më thonë dridhe. Finalisti i tretë. Se Kristi është djali mrekullueshëm si djal. A kupton? Finalisti i tretë. Selin. Sa kemi 4 apo? Nuk këto 3 do fushin, s'fus asgjë tjetër. S'ke tjetër? Mateo zemra po e shkruaj gjithë. Mateo është fituesi, është Luizi numër 2. Kush e tha këtë? Publiku. Kur? U gëzua tjetër apo? Never nuk e kanë thënë publiku. Po çapo. Kam komente shpirt. Nuk thon është fenomen si Luizi. Kam komente në TikTok, hyni në TikTok u dhe lexoni. Po për çfarë është fenomen? Mos të për çfarë? Atë po them dhe unë. Po mos një arsye për çfarë është fenomen. Ta thoj Niko se Niko. Mua më pëlqen argument Mateo. Që them që jo, nuk e ndjek, po çdo herë që them për shembull Mateo nuk më pëlqeu për X arsye, në komente pafund ai është më i zgjuar, ai është pretendent fituesi, ai është dhe them për çfarë?
Sa unë se di akoma për çfarë mund të fitoj. Jo, kam sinqerisht, se Mateo është djalë i mrekullueshëm, nuk kam asgjë gjë më Mateo. Absolutisht, dhe Kesi shumë çuni mirë më duke mua, po thjesht reagonte keq. Ore vetëm më thuj, Kesi djalë i mrekullueshëm. Shumë djalë i mirë, sjelljet e tij nuk ishin okay aty. Ç'a bo Mateo? On po pyes Nikon çfarë bën. Ne po pyesim një Big Brother jo po. Jeni në autobus. Tani u bën 3 finalistë. Autobus është vetëm Gimbo zemra, lutem. Tani u bën 3 finalistë. 3 ke zgjedhur. 3 zgjodhëm po. Dhe kush fiton? Nga këta të 3? Nga këto 3. Nga këto 3, okay. Stenal. Po t'ishin edhe më mali me Stenalon dhe ishte për mua finalja shumë. Okej, po kush e fiton më? Realisht kush e fiton? Tani logjikisht Artan Kolës. Selinën e heq nga finalja. Ta keni, nëse doni me bast, hajde kur doni. Po hajde ta bëjmë një bast. Hajde. Jepi, ha. Hajde Lel, se unë jam për bastë. Si e heq nga finalja, që s'do jetë Salek, drejt gjithë bashkë dhe pagojmë. Jo, më unë zvej baste, nuk Drek, okay. Drek po. Okay, Drek, hajde. 1, 2, 3. Aha. Tani si e heq Selinën ti nga finalja? Se kuptova. E hoqa, thjesht nuk del, nuk e hoqa unë. Nuk është në finale, Selin. Jo, nuk fiton. Okej, nuk fiton Selin. Është finale, po nuk fiton. Okej. Tani, ngjelim te 2 element. Miri, Kristi. Unë për këto 2 jam që mund dalë një nga këto 2 finalistë. Fitus e tash finalist. Më falë. Të na është bërë finalisti. Një nga këto 2. Që është kush? Bjerin Kok se do e nxjerrim. Që do e nxjerrim këtë videon. Bjerin Kok kush mund të jetë fituesi sepse me që ke parashikuar këtë ndarje e Selinës dhe Mirit, le ta parashikojmë dhe këtë. Pra kemi dyshen e podit final Miri dhe Kristi dhe fiton. Tani. Ton edhe në qoftë se në themi jam një raport të shumë të drejt për se kam një gjë këtu brenda unë që e di pse po e them këtë fjali, e kupton? Se nuk e them kotën. Por që me një përqindje shumë të vogël mund të fitoj Kristi Lamaj. Kristi, të luta jo goj, nëse janë këto 3. Fiton Kristi, le ta shohim. Me një përqindje të vogël me Mirin. Me Mirin, po sakt. Le ta shohim, nëse ti e gjen këtë. Tani këto unë kam me ti do të jesh opinionist në këtë program. Tani unë do ta them me një studim matematikor. Për shumë arsye që i kam këtu brenda, unë pse? Sipas llogarive që ti ke bërë. Sipas llogarive të mia, se unë bëj llogari ç'a llogari sa bie. Te defteri aty që ke shënuar. Bëj llogari nga kjo llogari ç'a na del. E kupton? Del Kristi sipas teje. Dhe na del Kristi. Lamaj. Brikin nuk e sheh finaliste jo. Po për ç'a? Briken. Dha nerva kash. Po për ç'a më po finaliste? Korogertin? Korogert. Po jo më lali se ekziston. Nuk ekziston. Do të jesh negativ, pozitiv që të fitosh Big Brother. Që të kesh një balans, po. Jo negativ. Jo të jesh gjithkohës negativ, ke të drejtë. Ta themi fjalën. Kemi publicitet? Çfarë kishte Egla pozitiv negativ? Kush? Egla që fitoi. Egla ishte negativ për mundimin tim. Egla kush është? Fitoi edicionin e 3 Egla. Egla që fitoi. Kemi publicitet një herë? Jo, do jemi deri në fund. Kemi edhe pak, kemi publicitet. Egla nuk ishte ishte drejt i thoshte tjetrës. Po ishte agresive, po nuk ishte një rogert. Kishte edhe momente të lezetshme, kishte momente të ndjeshme, kishte momente që bashkoi me banorët për një sfidë, krijoi një marrëdhënie me Heidi. Domethënë kishte shumë situata që se di, nuk po mirë, i pyetje kam. Nuk më duket shumë rogert Egla. Një pyetje kam. Egla dhe për këtë arsye pse s'fitoi Brekena edhe shumë të tjerë, e kupton? Fitoi Big Brother. Pse u shujt? Nuk është shuajtur, është në teatr. Thjesht nuk ka dalë shumë në ekran. Po ishte te goca dhe gra. Po ishte në Elbasan o zemra? Pse fitoi Big Brother vetëm në Tiranë? Po jo, ka luajtur në Elbasan, vetëm në Tiranë, ishte te goca dhe gra, ishte 2 edicione. Po, jo një. Ka qenë 2 edicione në goca dhe gra. Ka një djalë, vjen në Tiranë. Vjen në Tiranë, ë? Me çfarë vjen se deri tani me Gamor. Nuk na gajase. Me Gomar me zemë. Me Gomar. Po, AMG. Unë vin në këmbë, bie se Gomar jam vet, kështu që faleminderit. Okej. Tani unë di që Big Brother Radio që vjen pas pak me Elona Durën do të jetë bombastik. Kush është? Mund ta them kë ke të ftuar?
Urdhë, po na dëgjon, do të jetë bombastik. Dhe në puntatën e sotme, ekskluzivisht në Big Brother Radio përballë Elona Durrës do të jetë bashkëshortja e Rogertit për herë të parë në një intervistë ekskluzive. Hajde më shfutë këtu në mes. Kemi shumë pyetje për ty drejt. Kështu që do sqarohen shumë gjëra, do sqarohen disa situata, ndoshta mënyra e të sjellurit, është pikërisht ajo zonja e tij që do të flas hapur dhe do të tregojë. Çfarë mund t'i thuash ti Kujt? Bashortës? Çfarë do i them bashortës? Po. Shof shmirë me shnat. Po jo, edhe s'ka çfarë i thos sepse Miri nuk ka pasur lidhje me Rogertin. Armir nuk ka jetuar asnjë ditë fare me Rogertin, që kështu. Unë po të shikoj nga televizori, kështu që Rogerti ka ndjekat lojën e vet negative. Mendoj që Armiri nuk është nga njerëzit që do ja kishte lënë bashortit, sa thoshte, do ja thoshte direkt në fytyrë. Rogertit. Rogertit. Po çfarë do i thonë Rogertit? Çfarë do i thonë Rogertit? Nëse do të ishe përballë. Jo, un kam i frikë që Rogerti do e kuptonte dhe shumë do bota si muhabet negative më. Si gjë. Disa njerëz ti mendon që e provon fillimisht dhe kush bie pre ai vazhdon? Mjeshtër, po patjetër. Është mjeshtër. Dhe kush nuk bie pre, tërhiqet. Po. Tani un po të kisha qenë aty, tani unë futa i Ilir Vernozi kishte fut gjithë në dhomë. Po. Shkova unë s'm futi dot në dhomë. Më tha më fal, heco vëlla ti puntatën putim sa ç'pun kam me ty. Por njoh shumë njerëz nga jashtë që kanë mik Rogertin. Do mund të jetë djali mrekullueshëm. Dhe më thon të gjithë që është djali mrekullueshëm dhe është një rol. Por është roli vet. Ka hyrë në një rol. Unë mendoj që bravo, secili di ta luaj mirë rolin kur është pak vetvetja tek roli. Ka të tipin. Domethënë sa do i keq të jetë roli që do luaj, duhet jetë pak i keq që të duket 100% brenda rolit. Po, shumë njerëz më thonë shumë djalë i mirë, shumë i edukuar, shumë punëtor, bla. Por është gafore. Prandaj është tani ajo duket që është lojë. Shiko, ajo duket që ai po bën lojën e kufirit. Dhe shkon ditë te kufiri thanës. Se po të pregu thana djeg me thon. A kupton? Hithra. Po dhe ato gjëmbat e thanës më, ai ke pa. A ke bler thana ne? Jo, mi kanë sjellë. Po ti ke hongër lajmë modë për ne. Jam thartuar vetëm nga thanat. Si ju duk Monika? Monika vazhdon brodin. Ishte shumë Monika është edhe nuk e mohon. Prandaj ai mohon, se nuk e mohon. Monika është zhyll bote. E pse mos ta mbroj Mirin më vlla? Çika, bomba atomika. Po pse mos ta mbroj Ali? Ato ka shefën Ali. Po. Ta mbroj deri në fund. Po më duket sikur ka zëvendësuar 100% Badinën. Balina. Është pas të sot me këto emra. Badi Baina. Se në kur e pyesin a bën gafën emision jo sot. Jo. Unë asnjëherë. Apo gafi që kjo tani. Lapsus. Pra, gjatë gjithë kësaj bisede ne kuptuam që treshja finale sipas Armirit, po edhe një pjesë të publikut në fakt, që i mendojnë finalist janë Selin, Miri dhe Por ta themi gjë këtu në radio se më çse më erdhi se gjithmonë ka shkuar. Ore kush ai si s'm kanë ftuar te fan klubi asnjëherë. Ka diçka. Ronaldo. Asnjëherë s'kam bën asnjë gjë. Domethënë ka ftuar gjithë banorët do të marr mirë tolës ka ftuar deri sot, hajde. Të hyj mik. Të hyj mik. Nuk e di pse. Ja se po dëgjoj. Do të jetë duke dëgjuar. Kjo është një vretje. Çdo banor i Big Brotherit ka shku. Vetëm Armirit, jo. Ose kanë frikë. Ose ka lapur ose Armir kanë dalë të tjerët shpejt. Ja, se më ka thënë Ronaldo Sharka, do të themi emision special. Okej, mirë, le ta presim. Armir, ne jemi në fund të Pardon my friend, shumë faleminderit që ishe sot me ne. Faleminderit shumë. Je shumë e sjellshme. Energji shumë të mirë, me thënë të drejtën. Energji, edhe ju keni dhënë sepse po dhe energji, merr energji. Tani ajo dreka bëhet pa basta apo jo? Ajo dreka, do presim finale. Dreka e bëjmë e pagujun po këtë për qef. Për bas atë da këpusi vetëm krudo. Miru dëgjofshim dhe miru shikofshim të mërkurën tjetër.